Po, faleminderit. Dhunën digjitale prokuroria trajton si një formë reale. Pra që dhe seriozet kriminalitetet e jo që ndoshta si u marë përpara se diçka problem virtual, që na u ka duk shumë i lartë. Ta shpeshojmë çdo ditë me raste që janë duke u paraqitë se ka shumë raste të tilla dhe aktualisht në Republikën e Kosovës nuk është ndonjë vepër penale veçantë dhuna digjitale, mirë po këto vepra penale trajtohen në kuadër të dispozitave ndryshme të kodit penal të Republikës Kosovës, ku gjenden elementet e kësaj dhune digjitale, si për shembull kanosja, ngacmimi seksual, përdorimi i fëmijëve në pornografi, shantazhi dhe fotografime dhe inqëzime tjera të paautorizuara. Të gjitha këto forma tregojnë se edhe prokuroria ka evaluar, mund të them lirisht se ka evaluar në këtë drejtim, dhe tani edhe këto vepra i trajton si më të afërta dhe ndaj viktimave të rastit, normalisht i marrim të gjitha masat adekuate në mënyrë që viktima apo i dëmtuari tani veten të lirshëm për me raportu rastin, sepse sfidat tona më të mëdha janë mos raportimi i rasteve, sidomos nga gradat e miturit, për shkak ndoshta është edhe ai e marrin si është diçka se online, nuk është diçka e madhe, mirë po duhet me kuptu se kjo po le pasoja shumë të mëdha, përveç nuk është ndoshta fizike, por le pasoja të mëdha në psikologjinë, në prishjen e reputacionit, e të cilat më pas është shumë vështirë ndoshta të rikuperojnë. Kurse në rastet kur lidhen me dhunën në familje, merren masat e ndryshme, si janë të parapara masë mbrojtëse, urdhrim mbrojtës apo dhe masat të sigurisë për të panderë nëse kjo lidhet me dhunën në familje, sepse prokuroria mendon edhe tenton që në kuadër dispozitave aktuale të gjejë një formë në mënyrë që viktimat e këtyre rasteve të gjejnë mbrojtjen adekuate ligjore. Çush janë reagimet në praktikë dhe çush sigurohet konfidencialiteti i viktimës gjatë krejt procedurës, që ajo thjesht mos zbulu, mos mu ekspozu edhe mu riviktimizu prapë? Po, është fakt se te këto vepra penale, çka është rreziku, ndoshta me vepra tjera penale, se këto vepra penale shumë shpejt mund të shfaqen edhe të shkojnë në të gjitha anët e botës. Për një sekond, një fotografi apo imazh i caktuar me një personi mund të shfaqet në të gjitha rrjetet sociale. Për këtë, domethënë në këtë raste duhet e kem një ndjeshmëri më të madhe dhe një trajtim më të shpejtë dhe duke i marrë masat, domethënë në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, me njësitë e IT-s, njësitë për krime kibernetike dhe ekspertë ndryshëm të IT-s dhe po ashtu edhe përmes bashkëpunimit që të sigurohen provat elektronike nga platforma ndryshme digjitale, sepse këto prova elektronike nëse merren në mënyrë të duhur tani njihen si prova tradicionale, dhe kjo është forma e parë kur të raportohet rasti, që të shikohet të bllokohet ajo, pika e parë përmes platformave, kurse pastaj është edhe të shikojmë të gjendet, domethënë se kush është kryqësi i veprës penale. Këtu ka vështirësi sepse shpeshherë janë profile të rreme, janë domethënë vinë nga kjo pjesa e IT-s, nuk është në Kosovë, por është në vende ndryshme ku bëhet ky lloj dhune digjitale apo ky cenim i personave. Këtu mirë po ne gjithmonë tentojmë që me viktimat, domethënë të jem sa më të ndihshme dhe t'i kuptojmë, nuk kam fillu, ka pas, e di se përpara ke mujt me ndija si edhe stigmatizimin të thonë, pse se ka lajmëru me kose, pse ja ke dërgu fotografin, tash ai po ta kesh përdor. Mirë po kjo ka fillu, domethënë me trajnimet të ndryshme që i majmë, që të hiqet kjo mendësi, sepse viktima në çdo kohë që fiton atë sigurinë për me raportu do të mundi i lirshëm, edhe mendojmë me metoda ndryshme që viktima mos të riviktimizohet duke u marrë në pyetje shumë herë, po sipas mundësive teknike, domethënë shpeshherë preferohet që edhe deklaratat e merret e inqizuar në mënyrë që e njëjta mos të riviktimizohet, apo dhe sipas mundësisë mos të ballafaqohet direkt me autorin në rastet kur dihet, sepse mund të ketë ndonjë varësi emocionale apo ekonomike apo dhe frikë nga ai person. Kisha dashur me vazhdu me ju, zotëri Gashi,
keni qenë një kohë gjatë në krye të Agjencisë Shoqërisë Informacionit dhe nga përvojat që keni, sa janë institucionet në Kosovë të përgatitura edhe teknikisht për të përballur me dhunën digjitale, qoftë në aspektin e sigurisë sistemeve, qoftë në aspektin e mbrojtjes së dhënave apo dhe reagimi ndaj këtyre abuzuesve? Sa i përket institucioneve, ajo që ka shumë e rëndësishme, tu ju referu ndoshta edhe përvojës edhe eksperiencës që jemi ballafaqu personalisht gjersa kam qenë në krye të Agjencisë Shoqërisë Informacionit për afër 9 vitesh nga themelimi i saj. Në fillet e para ndoshta ka qenë pak mas fiduese, por që në fakt Kosova edhe ma pak i është ekspozu sulmeve dhe rreziqeve nga abuzime dhe keqpërdorimet kibernetike, tu pas parasysh se edhe sistemet deri në një mas nuk kanë qenë ashtë sa të zhvilluara. Çdo ditë më tepër gjersa ne po zhvillojmë sisteme dhe platforma, çdo ditë më tepër mund edhe të ekspozohemi rreziqeve apo edhe ka joshje nga kriminalët kibernetik që të përdorin hapësirat kibernetike, hapësirat digjitale, hapësirat online për të abuzuar dhe keqpërdor me dhonat elektronike edhe qasjet online. Institucionet e Kosovës mund ta themi me goxha me përgjegjësi të plotë se janë mirë të konsolidume. Institucioni kryesor aktualisht që është Agjencia e Shoqërisë të Informacionit, është institucion bardh, koordinues i gjitha proceseve të komunikimeve elektronike në nivel institucionesh dhe besoj se ka një kapacitet edhe profesional njerëzor, po edhe teknik dhe infrastrukturor në një nivel të kënaqshëm. Ndoshta në pak vitet e fundit ka pas mungesë të investimeve të reja, por që deri tani është mund ta them një informacion të arsyeshëm se Kosova nuk i është ekspozuar ndonjë abuzimi të madh nga sulmet kibernetike që nuk janë cenu sistemet e ndihshme shtetërore. Prandaj ka hapësirë për të bërë më shumë, ka vend për me punu më tepër, ka nevojë për të fokusu në ngritjet kapaciteteve njerëzore mbi të gjitha, stimulimin e këtyre kategorive që punojnë dhe kemi varësi nga i kuadër specifik, dhe investimet në fushën e teknologjisë, në fushën e sigurisë kibernetike janë domosdoshmërisht të nevojshme dhe duhet jenë permanente.